kryetar i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve për Preshevë, Bujanovsk, Medveç dhe Pazar të Ri. E nderuar zonjë, i nderuar prokuror, sot realisht është kënaqësi. Është kënaqësi se sa herë që vim në Shqipëri, realisht është rrugë e gjatë, por realisht tregon atë gjën që Shqipëria është e madhe, sepse ndjenja dhe adetarizmi sot po e dëshmojnë që kur nuk humbe. Realisht edhe Amina e ka dëshmuar me punën e saj, me angazhimin e saj në Sanxhak, një përkushtim të pashuar për çështjen e shqiptarëve të atij vendi, për çështjen e shqiptarëve që jetojnë në Serbi. Pra kontributi i saj nuk është kontribut vetëm për njerëzit e Sanxhakut apo shqiptarët e Sanxhakut, por është një kontribut dhe një vlerë e shtuar e gjithë popullit që jetojnë në Serbi. Sepse ndjenja që ne hapëm zyrën ato, ishte vetëm si lloj ndjenje. Por realisht kjo u bë e mundur bashkarisht me dy shtetet tona, me Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës. Pra, ata dhanë kontributin e tyre, sepse është domosdoshme të hapet zyra në Pazarin e Ri. Projekti i parë që ka marrë unë në detyrë ka qenë projekti për kursin e gjuhës shqipe në Pazarin e Ri. Në bisedim me Aminën, pash një emocion kur i them që nga detyra ime e parë që kam ambasadën e Republikës së Shqipërisë, doa ta ndaj këtë projekt, a është gati, a ishte me gjithë zemër ishte gati që sa më parë të fillojë projekti dhe sa më parë filluan 50 veta të inkuadrohen. Filluam dhe regjistrimin e shqiptarëve në atë vend, të cilën është një listë e posaçme në Serbi, ku në këtë listë janë lajmëruar disa shqiptarë që çdo gjë është në fillim është e vështirë, po besoj që gradualisht do të hyjmë në zonat e thella, ku aty ka shqiptar dhe aty ata shqiptar kështetosh. Pasi nuk është e lehtë në Pazarin e Ri, besoj që është më vështirë, po ashtu edhe në Medveç është më vështirë, sepse në Medveç ka ndodhur një spastrim etnik. Pra, është kjo e njëjta Serbi e kohës së Miloševićit, ku Miloševići me anë të tytës dhe me anë të automatikut ai realizoi spastrimin etnik. Dëshiroi realisht më shumë pastrim etnik, por e ndalën edhe e kundërta tytës automatikut të ushtrive tona të cilat dolën, siç është ushtria shqiptare për Kosovë dhe ushtria shqiptare për Preshevë, Medveç dhe Bujanovac. Nuk është që ne deshëm të kapim armën, por realisht ishte detyrim, ku nga ai detyrim u detyruam të mbronim pragun e shtëpisë. Pra, çdo ditë ballafaqohemi me këto padrejtësitë. Sa herë që e hekim një padrejtësi na shtohen 5. Pra, është e diskutueshëm sepse Serbia gjithmonë ka luajtur këtë rol dhe do e luaj, sepse problemi i Serbisë, Serbia don të jetë pa shqiptar, nuk i don shqiptarët në vendin e tyre autokton që janë në Sanxhak dhe Lugin të Preshevës, por ne jemi të gatshëm të shethalla Amina të sakrifikohemi, sepse është detyrë kombëtare, është detyrë që ne të bëjmë punën tona të cilat na takojnë, punët tona në vend të çështjes sonë kombëtare, në çështjes sonë, sepse jemi në toka tona dhe çështja jonë edhe në librin e Aminës diskutohet. Nuk është titulli rasi unë bia e Adheut, sepse Adheu jonë është i rëndësishëm dhe mendoj që do ta çojmë përpara. Falënderin edhe gatishmërinë që e ka zoti Ajdari që Lugina Preshevës të jetë në agjendën e tyre, po ashtu tani Lugina Preshevës, siç e keni parë në media, është në agjendën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me një projekt rezolut që në fund arritëm. Në është shumë gjatë, por në fund arritëm që për herë të parë Lugina Preshevës
Po gjithashtu Lugina e Preshevës është pjesës, do në Sanxhaku është pjesë e Luginës së Preshevës, do të jetë e pranishme dhe çdo gjë ne do ta lidhim çdo gjë me shqiptarët të cilët jetojnë në gjithë Serbinë. Pra, faleminderit të gjithë juve që sot jeni prezencë, po na dëgjoni neve, po na dëgjoni hallet tona, sepse pak më herët ishim në Ministrinë e Jashtme dhe në Ministrinë e Arsimit, ku do ngrem shumë çështje për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Pra, kjo më bën të fortë, sepse nuk jemi vetëm, kemi Shqipërinë dhe Kosovën, dy shtetet tona të forta, të cilat besoj që do të luajnë një rol të rëndësishëm në avancimin e çështjes së shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe Sanxhakut.